Mirëmbrëma dhe mirë se vini në ora e fundit. Megjithse Këshilli i Lartë Gjyqësor votoi për mos shkarkimin e Irena Gjokës, një antar i këtij këshilli ka çuar të njëjtën kërkesë për shkarkim në Inspektoriatin e Lartë të Drejtësisë. Klodian Kurushi, që ishte nga të paktët që votoi pro shkarkimit, është një gjykatës provincash, por që është bërë i famshëm për dosje të mëdha dhe vendime të kontestueshme. Ai ka shpallur të pafajshëm Suel Çelën për ngjarjen e rëndë të Elbasanit, kur ai sfidoi policinë, si dhe shpalli të pafajshëm Arben Frokun për vrasjen e komisar Dritan Lamajt. Pak ditë pasi u rrëzua kërkesa për verifikimin ndaj gjyqtares së gjykatës së posaçme Irena Gjoka, lidhur me mosdeklarimin e një dënimi të dhënë nga Greqia në vitin 2005, një prej antarëve të Këshillit të Lartë Gjyqësor, Klodian Kurushi, ka dorëzuar në Inspektoratin e Lartë të Drejtësisë një ankesë me objekt fillimin e hetimit për shkelje ndaj magjistrates. Deri në këtë fazë mësohet se Inspektori i Lartë i Drejtësisë ka nisur verifikimet e kësaj ankese, lishmërinë e saj dhe nëse meriton apo jo të merret në shqyrtim. Më 30 janar, 6 antarë të Këshillit të Lartë Gjyqësor votuan kundër një projekt vendimi që e çonte çështjen në Komisionin e Karrierës me argumentin se vendimarrja i takon Inspektorit të Lartë të Drejtësisë. Vetë magjistrati Gjoka në një letër që i ka dërguar Këshillit të Lartë Gjyqësor shprehet e bindur që nuk ka bërë asnjë shkelje në momentin që nuk ka deklaruar në formularin e dekriminalizimit vendimin e gjykatës së Janinës së Korrikut 2005. Ajo shpjegon se vetëm i është refuzuar pa shpjegim hyrja në territorin grek, ndërsa nuk ka pasur dieni as për procesin dhe as për vendimin gjyqësor. Për këtë arsye ajo deklaron se nuk është në kushtet ligjore ku funksioni i saj si gjyqtare mund të vihet në dyshim. Ndërkohë, për sa i përket antarit të Këshillit të Lartë Gjyqësor Klodian Kurushi, ai ishte një prej 6 antarëve që votuan kundër verifikimit ndaj gjyqtares së gjykatës së posaçme dhe pro mendimit që çështjen duhet ta verifikonte Inspektorati i Lartë i Drejtësisë. Klodian Kurushi është bashkuar Këshillit të Lartë Gjyqësor në fund të vitit 2021, ndërsa më herët ka qenë gjyqtar në gjykatën e posaçme, në gjykatën e krimeve të rënda, ndërsa fillimet i ka pasur në gjykatën e Sarandës. Për sa i përket kontributit që Klodian Kurushi ka në sistemin e drejtësisë ndër çështjet që ai ka gjykuar, është ajo e Suel Çelës gjatë kohës kur ishte te krimet e rënda. Klodian Kurushi ishte kryesuesi i trupës gjyqësore te krimet e rënda që shpalli të pafajshëm Suel Çelën për goditjen me një makinë të blinduar të punonjësve të policisë në shtator të vitit 2017 në Elbasan. Ndërkohë, një tjetër gjyq të bujshëm që ai ka marrë pjesë si trup gjykuese është ajo e vitit 2015. Klodian Kurushi dhe 4 gjyqtarë të tjerë firmosën pafajësi për Arben Frokun, i cili ishte personi akuzuar për vrasjen e kryepolicit Dritan Lamaj. Pavarësisht se shkalla e parë shpalli të pafajshëm, me të njëjtat prova gjykata shkallës së dytë, ajo e apelit, vendosi burg të përjetshëm për Arben Frokun. Po kështu, Klodian Kurushi te krimet e rënda ka qenë pjesë edhe trupës gjykuese për Izet Haxhin. Pak ditë para protestës thirrur nga Berisha, Ervin Saliani ja atribuon lëvizjes së tij atë që e quan zgjimi i Partisë Demokratike dhe rritjen e pjesëmarrjes në të njerëzve. Por ai akuzon Sali Berishën se ka nisur një fushat përjashtimesh të antarëve të strukturave të Partisë Demokratike që vinë në foltoret e tij. Saliani as nuk pohon dhe as nuk mohon. Lëvizje të tjera përfshirë edhe kandidimin e tij të mundshëm në prill, por thotë se po pret që qeveria Rama të bjerë, siç ka premtuar Berisha, në kilometrin e tij të fundit. Ironia e antarit të kryesisë lidhet me premtimin e përhershëm të çdo proteste të thirrur nga Berisha, që përfundon ashtu si edhe ajo e fundit, me fishek zjarre që shuhen shpejt. Udhëkryqi foltoreve në Partinë Demokratike po vendos mes të shkuarës dhe të ardhmes. Doktori nuk dorëzohet, por Saliani nuk nxitohet. I ftuar në emisionin Real Story në ABC News, ai deklaroi se do të respektojë kilometrin e fundit të kryetarit të tij. Prandaj nuk e përgjigjem për prillin, se ne jemi në kilometrin e fundit dhe deri në prill mund të rrezohet Rama. Po rrezu Rama, unë jam rregull, pastaj triqem, them nuk rrezohet Rama, do vim do flasim prapë pastaj. Berisha mbetet i pamposhtur në Partinë Demokratike dhe këtë e tregon si historia, por edhe sondazhet e fundit. Megjithatë, nuk ka mbetur pa u shqetësuar nga foltoret e Salianit, të cilat e kanë prekur aty ku dhëm më shumë, tek baza e demokratëve. Sot jemi në kushtet ku zoti Berisha ka humbë zgjedhjet. Nuk kam pasur ndonjëherë pushtet, asnjëherë. Mblidhemi, po themi, me njerëz më shumë se sa kryetari i partisë, ose kemi fuqi më të madhe organizative, ose kemi më shumë njerëz. Sipas Salianit, doktori ka marrë dhe masat për planin afatshkurtër, duke pastruar bazën para se të hyjë në zgjedhjet e prillit. Po atëre çfarë shqetësimi ka që do të përjashtoj listën e antarëve? Kur leadershipi përcakton se kush janë antarët. E kuptoni apo jo? Nëse dikush, edhe zoti Berisha në këtë rast, ndihet i sigurt tek mbështetja që ka, se edhe unë besoj, duke qenë se ka, po themi është një prej simboleve në Partinë Demokratike, se ka 35 vite,
duhet të hap listën e antarësisë jo vetëm tek antarët, por edhe të simpatizantë partisë, se ka një mënyrë se si sfidohet zoti Berisha dhe duan që t'i zenë vendin apo disa që thonë të largohet, është vota. Prilli është shumë afër, por plani Salianit është më afatgjatë. Ai nuk e di nëse do të kandidojë këtë herë, por një gjë e ka të sigurt. Nga Partia Demokratike edhe me vetë përjashtim, nuk do të largohet. Me shpresë Zotit, kuptohet, po do jemi prapë, do vim prapë çdo moment. Unë po them, do ta shohim, prandaj them derisa të vi prilli, unë do të jem në Partinë Demokratike, nuk deri tani kanë ndryshuar disa gjëra në Partinë Demokratike. Të shohim. Këto sallat e kanë bërë që të ketë protesta para qeverisë. Duhet që të jemi vërtet fare. Kilometri i fundit ngjan më tepër me një metaforë për vetë fatin e Partisë Demokratike, e cila tashmë lidhet pashmangshmërisht me jetëgjatësinë e Sali Berishës, sot 82 vjeç, por ndërsa të gjithë fshihen pas xhaketës së doktorit. Saliani, ndonse ka dal nga reshti, është i vetmi që po ndjek shembullin e tij, i vetmi që po zbret në bazë tek votat e demokratëve që zgjedhin edhe kryetarin. Pas një viti nga mbyllja, qeveria vendos rihapjen e rrjetit social TikTok për përdoruesit në Shqipëri. Vendimi erdhi pas masave dhe një dialog të drejt për drejt dhe konstruktiv me kompaninë që ka platformën për të vendosur mekanizma të rinj sigurie dhe filtra mbrojtës për përdoruesit. Qeveria rihapi zyrtarisht rrjetin social TikTok. Një muaj pasi kryeministri Edi Rama paralajmëroi se ndalimi një vjeçar i TikTok nuk do të zgjatet më shumë, Këshilli i Ministrave vendosi heqjen e masave të përkohshme për ndërprerjen e aksesit pas adresimit të problematikave në fushën e sigurisë publike dhe sociale në mjedisin digjital. Në vendimi rekomandohet Autoritetit Kombëtar për Sigurinë Kibernetike të ndërmarrë veprimet e nevojshme për rikthimin e aksesit në platformë, duke respektuar dispozitat ligjore për mbrojtjen e të dhënave personale. Në vendimin e zbardhur thuhet se masa parandaluese shërbeu për të hapur një dialog të drejt për drejt dhe konstruktiv me platformën, duke vendosur bazat për mekanizma të rinj sigurie, filtra mbrojtës përmes fjalëve kyçe, kontrollet e përmbajtjes dhe modalitetet më efikase të raportimit dhe trajtimit të shkeljeve. Paralelisht, qeveria po punon për hartimin e një plani komunikimi dhe ndërgjegjësimi tek fëmijët, të rinjt, prindërit dhe mësuesit për përdorimin e sigurt të platformave online. Vendimarrja vjen pas një konsultimi me kompaninë, ndërsa më herët kreu i qeverisë ka konfirmuar partneritetin me platformën për masat e reja mbrojtëse. TikTok u ndalua në Shqipëri në mars të 2025-s, pas konsultimeve të shumta në lidhje me abuzimet online dhe të vetvrasjeve që dyshohet se ishin të lidhura me përdorimin e platformës. Por ngjarja që i dha shtysën përfundimtare vendimit ishte vrasja me thikë 14 vjeçarit Martin Cani pranë shkollës Fanoli në kryeqytet, pas një sherrri që nisi pikërisht në rrjetet sociale. Pas asaj tragjedie të rëndë, shumë ngritën pikpyetje nëse duhet të ketë rregulla më të ashpra për përdorimin e TikTok, sidomos nga të miturit, dhe tashmë që shqetësimet janë adresuar, platforma do të funksionojë sërish në Shqipëri. Kryeministri Edi Rama u prit në Vatikan në një audiencë të veçantë nga Papa Leoni XIV, me të cilin foli për marrëdhëniet mes Elisë së Shenjtë dhe Shqipërisë. Rama i dhuroi atit të shenjtë ikonën e zonjës së Këshillit të Mirë, si dhe medaljonin e 100 vjetorit të urdhrit të Skënderbeut. Në takimin me sekretarin e shtetit të Vatikanit, Rama bisedoi dhe për rrugtimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Gjatë vizitës, kryeministri Rama vuri lule mbi varin e Papa Franceskut dhe u lut në bazilikën e famshme të Zojës së Këshillit të Mirë. Papa Leoni XIV priti të njëjtën në audiencë kryeministrin Edi Rama në bibliotekën papnore të Pallatit Apostolik. Në Vatikan u rikonfirmuan marrëdhëniet e mira mes Elisë së Shenjtë dhe Shqipërisë. Kryeministri Edi Rama i dhuroi Papa Leonit të 14 ikonën e zonjës së Këshillit të Mirë, si dhe medaljonin e 100 vjetorit të urdhrit të Skënderbeut. Ndërsa në takimin me sekretarin e shtetit, kardinalin Pietro Parolin dhe imzot Paul Richard, bisedimet u përqendruan jo vetëm tek bashkësia kishtare, por dhe situata rajonale apo aspirata europiane e vendit tonë. U trajtuan tema me interes të përbashkët që lidhen me marrëdhënien ndërmjet bashkësisë kishtare dhe asaj civile. Ndër temat në qendër të bisedimeve ishin dhe çështjet kryesore rajonale, përfshirë situatën në vendet e Ballkanit Perëndimor dhe rrugtimin e Shqipërisë drejt integrimit të plot në Bashkimin Evropian.
Gjatë qëndrimit në Vatikan, kryeministri së bashku me familjen zhvilluan homazhe tek vendvarrimi i Papa Franceskut, ku vendosën një buqet trëndafilash të bardhë në shenjë nderimi për Atin e Shenjtë, të cilin Rama e konsideron mik të paharuar që nuk harroi kurrë të lutej për Shqipërinë dhe shqiptarët. Ati i Shenjtë doroi jetë në muajin prill, ndërsa në shtator të 2014-s, Papa Francesku preku për herë të parë tokën shqiptare, duke e cilësuar atë si shembull të rradhë të bashkëtesës dhe tolerancës fetare. Më herët, Rama ndaloi në Basilikën Genezaru, aty ku gjendet shëmbëltyra e Zojës së Këshillit të Mirë. Në këtë basilikë që prej vitit 1467 nuk ishte shkelur asnjë kryetar shteti apo qeverie, ndaj një lutje Rama e kishte për të gjithë popullin shqiptar. Sot, po vim të këti, edhe një herë, da besojmë popullin tonë, familje tona dhe njën tonë. Ti, që je Zoja e Shkodrës dhe mbarë Shqipërisë, na udhëhiq në rrugën e smirës, na jep dritë në dyshime dhe ngushëllim në provat e jetës. Në mbrojtjen tënde kërkojmë strehë, o Virgje e bekuar. Mbroje Shqipërinë, ndriço mendjet tona dhe na bëj të jemi gjithmonë besnik ndaj birit tënd, Jezusit. O Zoja e Këshillit të Mirë, lutu për ne. Amen. Një tragjedi ka ndodhur në një familje shqiptare në një provincë të Toskanës në Itali. 4 anëtarë të saj humbën jetën pas lëmimit nga monoksidi i karbonit, që dyshohet të ketë rrjedhur për shkak të një defekti në kaldaj. 2 bashortët dhe 2 fëmijët e tyre, 22 dhe 15 vjeç, u gjetën të pajetë, ndërsa vllai i kryefamiljarit u dërguar në spital në gjendje të rëndë. Për ngjarjen kanë nisur hetimet. OSBE kërkon rishikimin e kodit zgjedhor. Misioni i saj në Tiranë apeloi politikën shqiptare të përfundojë sa më parë reformën zgjedhore që ligji të jetë gati para zgjedhjeve të ardhshme. Komisioni parlamentar për reformën zgjedhore është mbledhur për herë të fundit në muajin dhjetor, ndërsa opozita ka bojkotuar 2 reformat e rëndësishme. Në procesin paraprak për Ilir Metën, në gjykatën e posaçme, SPAK mbylli parashtrimet e akuzave dhe kërkoi kalimin e dosjes për gjykim. Ish presidenti sërish kundërshtoi prokurorët dhe gjetjet e tyre. Në seancën e radhës në 12 shkurt do të dëgjohet mbrojtja e 5 të pandehurve. Gjykata e posaçme shpalli fajtor 3 persona të akuzuar për blerje votash për Partinë Socialiste në qarkun e Lezhës në zgjedhjet parlamentare të 11 majit. 3 të pandehurit Gersi Kaçori, Besnik Uka dhe Artur Jahja akuzohen i pari për korupcion në zgjedhje. Ata u dënuan me nga një vit burg secili që në aplikim të gjykimit të shkurtuar u reduktuan në 8 muaj. Por trupa gjykuese vendosi pezullimin e masës së dënimit dhe vendosin e 3 të dënuarve në shërbim prove për 1 vit e gjysmë. Gjykata e lartë konfirmoi dënimin me burgim të përjetshëm të vendosur nga apeli i posaçëm për Ardian dhe Florenc Çapjan. Ata janë shpallur fajtor për vrasjen Babe Bir, Nezir dhe Gentian Beqirit në Elbasan në vitin 2012. Gjykata e lartë ka lënë në fuqi vendimin e apelit të posaçëm për dënimin me burgim të përjetshëm të Ardian Çapjas dhe Florenc Çapjas. Treshja e gjyqtarëve përbërë nga Sander Simoni, Sokol Binaj dhe Anton Dimitri rrëzuan rekursin e paraqjitur nga Ardian Çapja, Florenc Çapja, Etien Cani, Klajdi Dakolli, Erviz Bardhi, duke miratuar vendimin e apelit të posaçëm me datën 15 nëntor 2023. Me këtë vendim, apeli i posaçëm dënoi me burgim të përjetshëm Ardian Çapjan dhe Florenc Çapjan për vrasjen e Nezir dhe Gentian Beqirit, Babe Bir. Vrasja kjo ndodhur mëngjesin e 15 gushtit të vitit 2012 në qytetin e Elbasanit. Me burgim të përjetshëm në shkallën e parë u dënua dhe Jorgo Leku, Klajdi Dokolli dhe Etien Cani u dënuan me 25 vite burg, ndërsa Erviz Bardhi me 15 vjet heqje lirie. Por si ndodhi vrasja e Gentian dhe Nezir Beqirit, gjithçka nisi me ekzekutimin e Sokol Çapjas, antar të Fisit Çapja. Një nga persona që fillimisht ishte paguar për të kryer vrasjen e Sokol Çapjas e më pas mori pjesë në vrasjen e tij, ishte edhe Gentian Beqiri. Në janar të vitit 2006, gjykata e Elbasanit caktoi masën e arrestit në burg për Gentianin, i dyshuar për vrasjen e Sokol Çapjas.
Gjatë gjykimit të çështjes në ngarkim të tij me 12 prill 2012, e njëjta gjykatë konstatoi shuarjen e masës dhe i caktoi masën e arrestit në shtëpi për Gentian Beqirin. Në mëngjesin e 15 gushtit të vitit 2012, disa persona u drejtuan apartamentit të Gentianit në lagjen sportiv vjetër në Elbasan. Deri në shtëpisë e hapi babai i tij, Neziri, ndërsa autorët sapo u futën brenda qelluan për vdekje me 3 plumba në kokë 35 vjeçarin Gentian Beqiri, i cili ndodhej i shtrirë në dhomën e gjurmit dhe i paralizuar, ndërsa babai i tij, Neziri, u rra barbarisht me sende të forta dhe u godit për vdekje. Që nga koha e implikimit dhe vënies në akuzë për pjesëmarrje në vrasjen e Sokol Çapjas, Gentian Beqiri kishte ndryshuar identitet dhe njihet edhe si Ardian Metaj. Vrasja Gentian dhe Nezir Beqirit u zbardh disa vite më pas nga i penduar Irvis Bardhi, i cili në qershor të vitit 2019 është paraqitur në ambientet e policisë së Tiranës duke u vetëdorëzuar. Ai përmendi disa emra si pjesëmarrës, duke thënë se organizator dhe urdhërues i vrasjes ishte Ardian dhe Florenc Çapja, nga të cilët ishte paguar 50.000 euro për vrasjen e Gentianit. Kanceri është shkaku i dytë i vdekjeve në Shqipëri. Çdo vit në vendin tonë shfaqen rreth 7.000 raste të reja pacientësh me këtë sëmundje. Mjekët thonë se më i shpeshtë është kanceri i gjirit dhe ai mushkrive. Në luftën përballë sëmundjes që po porapet me ritme të shpejta, qeveria ka shtuar listën e barnave onkologjike të rimbursueshme dhe do krijojë rrjetin kombëtar të kancerit për ofrimin e shërbimit onkologjik sa më afër pacientit. Më shumë lehtësi për të huajt që duan të vinë në Shqipëri për të punuar. Qeveria ka hedhur për konsultim draftin e ligjit i cili parashikon dhënien e një leje unike për të gjithë punonjësit tepër të kualifikuar. Po ashtu do të formalizohet punësimi i huajve si punonjës shtëpiak në vendin tonë, një treg që ka pasur zgjerim të ndjeshëm viteve të fundit. Skema e re e subvencioneve për fermerët ka vlerën e 5.2 miliard lekëve, 16% më shumë se viti i kaluar. Në Fier përfundoi turi i dëgjesave me fermerët, në të cilat qeveria dëgjoi nevojat dhe shqetësimet e tyre. Skema e re e subvencioneve në vitin 2026 do të lehtësoj edhe aplikimet nga fermerët përveç shtimit të vlerave financiare. Keir Starmer u ka kërkuar falje viktimave të Jeffrey Epstein se u besoi gënjeshtrave të Peter Mandelson dhe emëroi atë si ambasadorin e Britanisë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Kryeministri i Britanisë reagoi pas rritjes së zemëratës nga ana e opinionit publik në lidhje me këtë ngjarje. Kryeministri britanik Keir Starmer i kërkoi këtë të njëjtë falje publike të gjithë viktimave të Jeffrey Epstein, duke thënë se kishte besuar gënjeshtrat e Peter Mandelson dhe kishte emëruar atë në mënyrë të gabuar në rolin e ambasadorit të Britanisë Bashkuar në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Starmer nisi fillimin e tij të planifikuar për financimin e komuniteteve lokale duke u përgjigjur zemërimit në rritje për mënyrën se si kishte trajtuar këtë çështje. Ai pranoi se prej kohësh ishte e njohur publikisht se Peter Mandelson kishte njohje me Epstein, por shtoi se askush prej tyre nuk e dinte thellësinë dhe errësinë e këtyre marrëdhënieve. Udhëheqësia e Partisë Konservatore deklaroi se pozicioni i kryeministrit nuk mund të mbrohet, ndërsa liberal-demokratët kërkuan zhvillimin e një votë besimi për të parë nëse deputetët laboristë e mbështesin ende atë. Starmer përballet me thirrje për dorëheqje edhe nga disa deputet të partisë së tij. Edhe pse vetëm një numër i vogël kritikësh janë shprehur publikisht, shumë të tjerë kanë ngritur shqetësime në mënyrë private. Ish-këshilltari politikës Starmer deklaroi për BBC se kryeministri britanik po lufton për postin e tij dhe për të shmangur rrëzimin e qeverisë. Në fjalimin e tij Starmer tha se pendoi për emërimin e Mandelson dhe se nuk do të kishte bërë këtë zgjedhje nëse do të kishte ditur atë që di tani. Duke drejtuar drejt për drejt viktimave të Epstein, ai u shpreh se më vjen keq për atë që ju është bërë. Më vjen keq që ka kaq shumë njerëz me pushtet që kanë dështuar. Më vjen keq që besova gënjeshtrat e Mandelson dhe emërova atë, dhe më vjen keq që edhe sot ju detyrohet ta shihni këtë histori të shpaloset përsëri publikisht. I pyetur nëse duhet jap dorëheqjen, Starmer tha se kupton zemërimin dhe frustrimin e deputetëve laboristë, por shtoi se ishte zgjedhur në vitin 2024 me një mandat për të ndryshuar vendin dhe se ka ndërmend ta vazhdojë këtë vizion. Mirë, me mua në program bashkohet gazetari Ardit Rada nga javanews.al. Ardit, mirë mbrëma, kënaqësi që je me mua drejt për drejt në ora e fundit. Faleminderit për ftesën. Ardit, besoj se edhe ti e ke ndjekur, Saliani sot në Real Story tha se problemi i opozitës nuk është e bojkoti, por te paqartësia e strategjisë leadershipit, ndërkohë që gjithashtu Saliani theksoi se Berisha së fundmi po përjashton antarët të cilët i bashkohen
foltoreve të tij dhe ky është një nonsens politik pasi duhet të ndodhte e kundërta, lista e anëtarëve të hapej dhe të zgjerojë madje edhe me simpatizant të Partisë Demokratike. Por çfarë mendoni ju se do të sjellë lëvizja Saliani brenda Partisë Demokratike? Praktikisht lufta që ka nisur Ervin Saliani është një luftë personale që edhe pse i vjen në funksion demokratizimit Partisë Demokratike me kërkesat e tij, në fakt është një betejë që ai e nisi i gjendur krejt papritur mbas burgimit 1 vjeçar pa asnjë post në Partinë Demokratike dhe mbi të gjitha pa asnjë mundësi kandidimi në emër të Partisë Demokratike, për aq kohë sa figuron si i dënuar edhe ka ato penalitetet për 5 vite të ardhshme etj që parashikon ligji për personat e dënuar me vendim të formës prerë. Por akuzat ndaj Berishës duket se janë të fokusuara tek organizimi i Partisë Demokratike, sesa tek, si thuaç, janë të fokusuara ke raportet e PD-s me elektoratin e saj, sesa tek raportet e PD-s me aleatët dhe me qytetarët dhe me votuesit e vërtet në këtë vend. Që do të thotë që nëse Saliani ngre pretendimet për anëtarësinë e Partisë Demokratike, kjo është një çështje që ai duhet atij për nesër, pas nesër kur të ketë votime në Partinë Demokratike. Por nëse Saliani do të ngrente një çështje, siç është kodi elektoral, Partia Demokratike nuk bën asnjë përpjekje për ta ndryshuar këtë formulë zgjedhjes së parlamentit, apo nëse do ta kritikonte Partinë Demokratike, pse nuk është e sinqert me aleatët, apo pse nuk e sheh një qeverisje të nesërme në bashkëpunim me aleatët si para vitit 2013, por kërkon të eci në gjurmët e këtij pushteti absolut, siç e ka Edi Rama, pra me këtë shumicë ku si duhet askush, këtu pastaj çalon puna dhe kjo është ajo që i duhet të shpjeguar Partisë Demokratike nga dikush, që së pari jep për shembullin personal si subjekti i dytë politik në këtë vend, që kërkon realisht ndryshimin. Dhe ky ndryshim nuk kërkohet as me forcë, as me molotov, sepse kanë provuar, kanë arritur demokratët deri atje sa kanë marrë edhe tanket në këtë vend, edhe nuk e kanë ndryshuar dot sistemin, e jo mo ta ndryshojnë me fishekzjave 2000 lekëshe të blera tek tregu çam. Duhet të jenë sinqert dhe duhet të jenë përgatitur dhe duhet të jenë të prerë dhe i kam pasur gjitha mundësinë, sepse unë këtu në këtë studio e kam thënë që në shkëmbim të kërkesës së Edi Ramës, Fjallabia, një hipotezë, i cili thotë që parlamenti ta bëjmë 100 mandate dhe kjo kërkon ndryshim kushtetues dhe kërkon votat e PD-s, në shkëmbim të kësaj kërkese të buruar nga mazhoranca, nga ana tjetër Partia Demokratike mund të diktonte diçka në kodin elektoral që ta bënte pak më demokratik procesin e zgjedhjes së parlamentit. Ardit, pse duket sikur Berishën po e frikson Saliani? Unë dua të theksoj që një nga pikat e forta të Berishës në Partinë Demokratike është baza e kësaj force politike. Por mendoni ju se në këto momente pikërisht është Saliani ai që po i lëkund bazën e Partisë Demokratike? Unë nuk di që Partia Demokratike të kenë ndonjë bazë aq të fortë sa të krijojë 2-3 valë në lëkundje. Unë di që Sali Berisha nuk e frikson lëvizja e Salianit, nuk i rrezikon karrierën e tij personale. Keni parasysh deklaratën e vet Salianit, po edhe të Ilir Ali Mehmetit, i cili e ndoqi në 2-3 takime dhe pastaj humbi, që kanë deklaruar se këtu nuk bëhet fjalë për karrierën e Berishës. Keni parasysh pastaj edhe një analist tjetër që unë kam bërë po prapë ke ju, ku ja u kam thënë që ditën e parë që Saliani nisi këto takime, se synimi i Salianit nuk është njëshi, po është dyshi i PD-s, ose në rastin më të keq treshi. Pra, nga i gjithë kjo lëvizje preken nga Zment Bardhi dhe Flamur Noka si njerëzit mbas Berishës në PD, në grup parlamentar, apo në kryesi, apo në struktura të tjera. A ka drejt Saliani ta bëjë këtë luftë? Sigurisht që po, sepse është personazhi
i cili ka bërë burg dhe e përkthen si burg politik, pra, po ta marrë Berisha se ka qenë politike i gjitha, siç thot Berisha, duhet i kishte bërë vend Saljanit brenda Partisë Demokratike, duhet kishte bërë luftën me drejtësinë edhe për Saljanin, siç e bën për veten e tij dhe për fëmijët e tij, dhe në këto rrethana Saljani është në drejtën e tij të kërkojë, si thua, një pozicion dhe një post në brenda PD-s, aq më tepër po t'i shtojmë kësaj kërkese dhe ambicie politike faktin që arrin të mbledh në përsalla me qindra njerëz dhe janë të njëjtat salla ku Berisha bën mitingjet elektorale dhe është e njëjta pjesëmarrje si në kulmet e Berishës, ashtu edhe në rutinën e Saljanit. Ju thoni Ardit që Saljani synon numrin 2, pra vendin e Gazmendbardit apo edhe të Flamur Nokës, por nga ana tjetër vetë Saljani u duk ndoshta i qartë që synimi është pikërisht leadershipi i kësaj force politike dhe u duk sikur tha që dakord Partia Demokratike mund Partinë Demokratike mund ta qeverisësh ti, i tha Berishës, por ama unë kam kohën e duhur, pra kam kohën në dispozicion për të pritur që edhe nëse ti do largohesh, atëherë këtë vend ta zë unë. Nuk e di, mendoni ju se vetë Saljani është i qartë në synimin e tij? Lufta emergjente e Ervin Saljanit është që fjalët e tij dhe tezat e tij të hedhura në publik dhe në takimet me demokratët zënë vend në PD. Dhe çdo sukses i Partisë Demokratike në të procesin e fazës protestave apo të riorganizimit mbas humbjes në zgjedhjet e vitit kaluar, ti njihen atij si teza fituese dhe si tezat reformuese të Partisë Demokratike. Biles pikërisht sot tek emisioni i kolegut Sokol Balla, Saljani deklaroi dhe tha se protesta para kryeministrisë në thelb është produkti sallave të tij. Pra, u desh të dilte Saljani në përrethje që do të ndërgjegjësonin demokratët dhe të vinin dhe të merrnin pjesë në protesta dhe të mbushnin sheshin e Sali Berishës. Mesazhet për Berishën janë një tjetër çështje dhe janë një çështje sigurisht për të mbrojtur status quo-n ku është futur Saljani, pra për të thënë se pavarësisht se unë mund të arrij numrin 2 apo 3 në PD apo 4, unë prap kam ambicie të mëtejshme brenda Partisë Demokratike dhe nuk dorëzohem me kaq, dhe nga ana tjetër është një retorik ose një deklarat për t'i dhënë seriozitet edhe profilit tij, një seriozitet i cili i mungon, një staturë e cila i mungon për ta parë sekretar PD-s, po duke thënë ai si ambicie e përforcon, kështu që neve do na duhet ta shohim edhe si një kandidat mundshëm përballë Berishës. Ndërkohë që më parë në Partinë Demokratike ishte e qartë se kush ishte Benjamini i Berishës, ishte Basha, ndërsa sot duket sikur nuk e kemi një të tillë pasuesin e Berishës. Nuk e di pse mos të jetë Saljani. Dëgjoj, Saljani nuk e mohon njeri drejtën që të jetë. Problemi është që ai e Berisha këtë pozicion Saljani. Në Partinë Demokratike kanë tentuar her pas here për hir të vërtetës Partia Demokratike ka zhvilluar zgjedhje për kryetar dhe ka patur disa kandidatë të cilët që kur kanë hyrë në garë kanë qenë të bindur për farsën e garës që do të zhvillohej, dhe kur ka përfunduar gara prapë është faktuar nga emisionet investigative kryesisht se si kanë mbushur kutit dhe se si kanë plotësuar proces verbale në favor të Berishës apo të Bashës dikur, por këta njerëz cilët kanë patur ambicie reale dhe kanë besuar se kanë patur një mbështetje të rregull përfundimisht nga Partia Demokratike. Kështu që ne sot e kemi pak vështirë të shohim një garë me disa kandidatë brenda PD-s, aq më tepër për kreun e Partisë Demokratike. Nga ana tjetër, unë nuk kam zor ta them dhe ta ripërsëris këtu tek ty që ka njerëz mbi Berishën Partinë Demokratike dhe në karrierën e Sali Berishës. Dhe janë fëmijët e Sali Berishës, të cilët e mbajnë Berishën atje në krye të Partisë Demokratike si mumje,
për të trembur të gjithë ata që synojnë të prekin apo që prekin bizneset e tyre dhe familjet e tyre apo mirëqenien e tyre, jo familjet, po mirëqenien e familjes tyre, dhe nga ana tjetër janë ata cilët do të caktojnë nesër pas nesër ndoshta edhe pasardhësin e Berishës për të mos thënë që do dalë nga ata vetë. Dhe kur unë kam hedhur këtë tezë këtu tek ora e fundit, ndodhi që pas 3 ditësh u deklarua kandidat për Bashkinë e Tiranës, pikërisht njeriu më i afërt apo punojësi i djalit të Sali Berishës në atë maskën e të pavarurit dhe pastaj mori në mbështetjen e Berishës. Kështu që kuptoni dallimin e madh. Berisha midis dy zjarreve, Partinë Demokratike ka një debat periferik ndonjëherë në kryesi për çështjet e pjesëmarrjeve në komisione apo jo, dhe debati që ai i shpërfill dhe nuk i ngren pesh karrierën e tij në jetën e tij apo në përditshmërinë e tij, ka një debat tjetër atje në familje se ç'do bëhet nesër pas nesër, sepse askush nuk mblidhet, hajde tani të presim orën biologjike kur ti gështim, por sigurisht që e kanë dhe këtë shqetësimin ç'do bëhet me Partinë Demokratike. Berisha si një ish antar i Partisë Punës, që në vitin 1968, si një ish sekretar i Partisë Punës, e ka atë eksperiencën që nuk i duhet besuar partia Lulzim Bashës apo të ngjashmëve të tij, siç bëri Enver Hoxha me Ramiz Alinë dhe kështu me radhë, që Berisha i ka shembull dhe i di më mirë se ne se ka qenë atje brenda kur ne nuk ishim fare. Por ama ardit në 10 shkurt, Berisha është betuar se do rëzoj Ramën në protestën e radhës, gjithashtu do arrit të marrë edhe qeverinë teknike, dhe nga ana tjetër do ndez madje edhe shpresën e qytetarëve në Shqipëri. Por, po të shohim vetë Berishës, vetëm pak ditë më parë, i fikën mikrofonin në Strasburg. Pra, le të themi kemi një situatë politike paksa të kompleksuar. Brukseli bojkoton Berishën. Partia Demokratike vetë nuk është e qartë nëse do i bojkotoj reformat, është e pavendosur, ndërsa qytetarët nga ana tjetër bojkotojnë protestat e Berishës. Dhe vetë Berisha thotë se do të ndez shpresat e qytetarëve, apo jam unë shpresa e shqiptarëve. Por, Ardit, andizen shpresat e shqiptarëve me Molotov dhe fishek zjarre kineze? Tani, kjo nuk ka rëndësi në kuptimin e taktikës, ne kemi thënë edhe unë mbështes praktikisht një propozim të një deputeti në parlament që dhe këto Molotovët përfshien armët luftarake. Molotovi vetë është shpiku nga finlandezët në luftën kundër sovjetikëve dhe është quajtur Molotov nga ish-ministri i jashtëm sovjetik si kundër përgjigje, është një shishe me benzinë me një fitil i cili të hedh në erë, dhe ne kemi parë shpesh atje ngjarje ku protestuesit kanë ndjekur njëri tjetrin, kanë hedhur benzinë njëri tjetrit, edhe është dashur ndërhyrja policisë që t'i fikë edhe t'i shpëtojë jetën. Tani, unë nuk e kuptoj se si mund të ngjallet shpresa, sepse praktikisht revolucionet dihet që nisin nga pakica, jo nga shumica. Shumica, kur është shumicë, shkon merr pjesë në zgjedhje. Kjo është e vetmja parti e cila nuk guxon të bëjë as revolucion me pakicën që ka, është e vetmja parti që nuk beson as se ka një shumicë, se po besonte që ka një shumicë, do kërkonte zgjedhjet parakohshme dhe nuk do kërkonte pushtet në tavolinë me qeverira teknike edhe me molotove, me fishek zjarre, dhe nga ana tjetër që ndalemi tek ngjarja e Strasburgut, meqense unë s'kam patur mundësi ta komentoj dhe praktikisht e kam ignoruar, ajo ishte një ngjarje shumë e turpshme, sepse Berisha teksa fliste jo vetëm që i pren fjalën në Asamblenë e Këshillit të Evropës, po vetë drejtuesja, spikeri e asamblesë i tha që nga ky moment tha nuk keni më mikrofon, nuk keni më përkthyesta, mund të flisni çfarë doni në gjuhën tuaj, dhe ai fliste me vete. U përpoq ta kamuflonte në Tiranë përmes një konference për shtyp, ku tha se unë e dija që do ma prisnin fjalën, se fakt fjalën ma prem se vetëm 2 minuta lejohet, jo më shumë. Tani këtë standard ky njeri kur nuk e zbaton në Asamblenë e Këshillit të Evropës, nuk ka për dihet që nuk e zbaton as në vendin e Shqipërisë, dhe më e rëndësishmja është që Bashkimi Evropian për herë çuditërisht, për herë vetme,
është për herë me histori, është unanim në vendimin për të antarësuar Shqipërinë, dhe i duhet tani të shkoj Berisha atje se i Rogerti i Big Brotherit, e kuptoj që vetëm vjedh vrerë, vjedh ditën, edhe të shih me shpresën që në base do t'i gjisë unë do njërit këtu, edhe do më rri pranë edhe do bëhet mikë me mua, kur gjithë Europa thotë që hajteni dhe bëhuni antar në 2029 në familjen europiane. Partisë Demokratike i ka munguar historikisht guximi dhe këtë e them me kompetencë sepse e njoh historikun nga 92 e tutje, i ka munguar guximi që të shprehet hapur nëse është pro-perëndimore apo anti-perëndimore. 3 ambasadorët e fundit amerikan i ka masakruar Partia Demokratike në Shqipëri. I ka thënë fjalën e fundit, ja ka thënë të parën, nga Withersi, te Arvizu, te Jurikimi e gjithë me radhë, pa i marrë tjerët më përpara. Nga ana tjetër, në raport me Bashkimin Evropian, ta që shkojnë dhe deklarojnë se Shqipëria është çerdhja e krimit organizuar, çerdhja e trafikut, e narkoshtetit dhe gjitha me radhë. Duhet deklarohen më zotëri dhe thonë, ne jemi parti euroskeptike dhe nuk ka asgjë të keqe, merr mbrapa ata njerëz që janë kundër antarësimit të Bashkimit Evropian, shpjegoj çfarë humbi po shkojnë Bashkimin Evropian, çfarë detyrimesh kanë, çfarë ashpërsimit të ligjeve dhe të kodeve kanë, dhe mbase i bind. Por edhe kështu me 2 porta që në Tiranë edhe në Brukseli në Brukseli anti-Shqipëri dhe Tiranë pro-BE, nuk shkon edhe nuk ngjit. Ardi, dua të flas edhe për një tjetër ngjarje shumë të rëndësishme në fakt. Si e shikni ju faktin që gjykata kushtetuese ka kërkuar kohë për dhënien e vendimit lidhur me padinë e kryeministrit për sa i përket pezullimit të zëvendës kryeministres? Po praktikisht unë nuk shoh asnjë vonesë në raport të vendimit të gjykatës kushtetuese, përkundrazi. Është një gjë shumë e mirë kjo që ka ndodhur, që qeveria ka dërguar në gjykatë kushtetuese një rast të tillë, sepse në fundit neve duhet krijojmë precedent për ditur çfarë ndodh më vonë. Është shumë e rëndësishme të kuptojmë se deri ku arri gjyqësori, deri ku arri qeveria në raportet e pushteteve, sepse kemi patur dyshime dhe me ç'duket kjo drejtësia reformuar e ka kapërcyer atë rolin e qeverisë edhe të shumë organizmave tjerë, institucioneve tjera. Unë besoj se gjykata kushtetuese do jap një vendim pro qeverisë, sepse logjika më çon drejt kësaj zgjidhje, sepse në të kundërt pastaj merrni parasysh një rast hipotetik, sigur të çmendet një prokuror atje në Dipër, edhe të thotë nga përgjimet e 2 kriminalëve në qarkun tim, është përmendur Edi Rama në bisedë, kështu që unë kërkoj pezullimin e Edi Ramës, t'ia çoj gjykatës së Diprës, gjykata e Diprës ta miratoi për shkak sepse edhe pse s'është në kompetencë prokurorit të rrethit, derisa të shkojë dosja në Tiranë te Spaku, Edi Rama mund t'i prishi provat, kështu që të marrin vendim dhe të pezullojnë kryeministrin. Tani, nëse kjo ndodh për kryeministrin e hallit, pastaj për ministrat dhe për gjithë, dhe ne pastaj duhet ngelemi në dorën shteti, duhet ngelet, si thuash, në dorën e Blendi Klosit dhe ta pyesim kë mendon ai nga PS-ja që të jetë kryeministër mbas Edi Ramës rreth anave të tilla. Duhet të kuptojmë që gjykatës kushtetuese nuk mund t'i bëhet presion dhe nuk mund t'i kërkohet shpejtësi në marrjen e vendimeve. Përkundrazi është gabim shumë i madh nëse gjykata kushtetuese, jo për këtë rast, po për një rast civil, për një rast për çështje prone, për 3 metra tokë, nuk mund të shprehet gjykata kushtetuese kur të doj Sali Berisha, apo kur dua unë, apo kur doj Edi Rama. Sepse gjykata kushtetuese merr vendime etike, merr vendimin përfundimtar. Për Sali Berishën u deshën 8 muaj të merrte vendim gjykata kushtetuese për arrestin shtëpiak, për pretendimet që kishte Berisha. Dhe mori vendim pro Berishës dhe nuk e diskutoi njeri fare a kishte gabim apo kishte drejt gjykata kushtetuese. Por nuk mund t'i thuhet gjykatës kushtetuese, ta sollëm çështjen në fund nëntorit, na u shpreh pakti për 1 javë, për 2 javë, për 3 javë, se mezi po pret Gazmend Bardhi të mbledhë këshillin e mandateve. Sepse këtu bëhet fjalë në radhë parë për karrierën politike të një personi, ki parasysh që këtu politikanët lindin me cen
Pra, edhe ti e shikulluar këtu jeme të sen, jo më të marri dhe një vendim gjykata kushtetuse, dhe kur të marri fjala bie zonja Balluku të drejtën, gjykatët ndërkombëtare të drejtave të njeriut në Strasburg e gjitha me radhë, edhe të vi këtu me vendimin e pavajësisë, edhe me vendimin që heqat pezullimin dhe rrëzon gjykatën kushtetuse, me detyrim kthimi në detyrë, se ndoshta atëherë ka ardhur Berisha, kështu që në këto kushte unë mendoj që kushtetutja duhet lënë të bëjë punën e saj, nuk ka asnjë nxitim, nuk ka asnjë rrezik prishjesh provash, nuk ka prova, nuk ka akuzë për korrupsion mbi të gjitha mbi Ballukun, dhe kështu që çdo gjë tjetër pastaj dhe çdo kërkesë ushqen vetëm debatin politik që kërkon të nxjisi opozita. Ardit Rana, të falenderoj, ishte kënaqësi që ishit me mua këtë mbrëmje drejt për drejt në ora e fundit. abcnews.al është ndërkohë adresa jonë zyrtare në internet, ku ju mund të klikoni për të lexuar të gjitha lajmet në kohë reale, dhe po në kohë reale na dëgjoni në frekuencën e radios ABC 105 FM. Leontina Nika vjen vetëm pas pak me Pas Mesnata. Ju ftoj ta ndiqni.